A i dini se një nga sfidat më të rëndësishme të adoleshentëve sot janë problemet me shëndetin mendor? Për të mësuar më shumë për këtë temë teje të rëndësishme, na ndiqni në programin e ditës Shpresë për ty. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Mikesha të programit Shpresë për ty, përshëndetje dhe mirë se vini në programin ton të sotëm, që është i pesti në ciklin e programeve kushtuar adoleshentëve, problemeve të tyre, dhunës, komunikimit me ta dhe shqetësimeve të tyre më të shpeshta. Unë jam Dena dhe unë jam Marta, përshëndetje edhe nga unë. Siç e tha edhe Dena, ky është programi i pestë i ciklit mbi adoleshentët, dhe ne dëshirojmë që ju të na ndiqni me vëmendje dhe ndoshta edhe të mbani shënime, sepse do të përqendrohemi kryesisht në shëndetin mendor dhe mirëqenien e adoleshentëve. Do të diskutojmë për rolin e mësuesve dhe prindërve dhe se çfarë mund të bëjnë ata për mirëqenien e tyre mendore dhe emocionale. Në pjesën e dytë të programit do të ndaj me ju disa vargje shumë inkurajuese nga fjala e Perëndis, që shpresojmë dhe lutemi të japin paqe zemrës suaj, ndërsa arrisni fëmijët dhe ecni me ta për gjatë viteve të adoleshencës. Përjetimi i problemeve të shëndetit mendor në fakt është i zakonshëm tek të rinjt në botën e sotme. Disa studime kanë treguar se 1 në 10 të rinj ka një çrregullim të shëndetit mendor. Shumë të rinj të tjerë përballen me mirëqenie emocionale të dobët dhe një sër problemesh që mund të shkaktojnë shqetësim të vazhdueshëm. Ka shumë arsye të ndryshme se pse një adoleshent mund të zhvillojë një çrregullim të shëndetit mendor, pra nuk ka vetëm një shkak, por disa faktorë që ndikojnë në jetën e tyre. Çdo çrregullim i shëndetit mendor ka gjithashtu simptoma dhe efekte që mund të shfaqen tek adoleshenti, por edhe tek familja e tij. Media sociale, shoqëria ose kultura, stigma rreth problemeve të shëndetit mendor dhe çështjet personale janë 4 faktorët kryesorë që mund të ndikojnë tek një adoleshent dhe të kthehen në shkaktar të zhvillimit të një çrregullimi apo edhe disa çrregullimeve të shëndetit mendor. Ne kemi folur shumë në programet e mëparshme për ndikimin e media sociale, e cila zë një pjesë të madhe të jetës së një adoleshenti, dhe tham se ajo mund të përforcojë ndjenjat e ankthit, depresionit, vetmisë, pamjaftueshmërisë dhe në disa raste edhe të çojë në varësi nga interneti. Gjithashtu, nëse adoleshenti ndihet i vetmuar ose ndodhet në një mjedis të izoluar, bota online mund të bëhet një zonë e sigurt për të, duke bërë kështu që ai të përdorë më shumë internetin dhe të shoqërohet më pak. Çrregullimet e shëndetit mendor, si çrregullimet e humorit, çrregullimet e ankthit dhe ato të mendimit, si edhe abuzimi me substanca ose çrregullimet e të ngrënit, mund të kenë një ndikim shkatërrues tek adoleshentët. Ata që vuajnë nga këto probleme janë në rrezik të lartë për vetvrasje, mos përfundim të shkollimit, si edhe përkeqësim të shëndetit fizik dhe mirëqenien së përgjithshme. Megjithatë, ashtu si për çdo sëmundje tjetër, dieta, mjedisi dhe gjendja mendore personale mund të ndikojnë në ashpërsinë e sëmundjes dhe në kohën e rikuperimit. Për disa, kjo mund të jetë një sëmundje përkohshme, ndërsa për të tjerë mund të bëhet diçka me të cilën duhet të jetojnë gjatë gjithë jetës, si për shembull çrregullimi bipolar. Ne do të përmendim disa nga problemet më të zakonshme të shëndetit mendor me të cilat përballen adoleshentët sot. Problemi i parë është abuzimi me substanca dhe varësia. Për shembull, përdorimi i alkoolit, duhanit dhe drograve të tjera mund të çojë në varësi, me të cilat adoleshenti duhet të luftojë përditë. Kur një adoleshent përdor substanca, truri i tij që është në zhvillim e sipër, rresht së zhvilluari dhe dëmtohet në një mënyrë të jashtëzakonshme. Problemet me zhumin. Mungesa e zhumit lidhet me një sër problemesh mendore, përfshirë depresionin, presionin nga shkolla dhe ndryshimet në orën biologjike të adoleshentëve, ritmi cirkadian, bëjnë që shumë adoleshent të përjetojnë ndërprerje të gjumit. Kjo gjë sjell si pasojë irritim dhe vështirësi në përqendrim. Depresioni është një çrregullim i humorit që shkakton një ndjenjë të vazhdueshme trishtimi dhe humbje interesi. Është një gjendje që mund të mos merret seriozisht nga adoleshentët, por në fakt është një problem madhor që e bën individin të mendojë se jeta nuk ka më asnjë vlerë. Kështu është e rëndësishme të dalloni kur gjendja e humorit të një adoleshenti nuk është normale për një periudhë të zgjatur dhe të kërkoni ndihmë. Çrregullimet e të ngrënit.
sjelljet e pashëndetshme të ushqyerit mund të jenë simptoma të një sër problemesh të shëndetit mendor. 2 çrregullimet më të zakonshme të ngrënit, për të cilat ne kemi folur në programet tona të mëparshme, anoreksia nervore dhe bulimia nervore, diagnostikohen sipas kritereve të rrepta. Këto mund të jenë të rrezikshme për jetën nëse nuk identifikohen dhe nuk trajtohen në kohë. Çrregullimi i mungesës së vëmendjes dhe hiperaktivitetit, ADHD, është një gjendje që ndikon në sjelljen e adoleshentëve. Ata mund të kenë vështirësi në përqendrim, të jenë hiperaktiv apo impulsiv, ose të shfaqin të gjitha këto sjellje në momente të ndryshme. Ky çrregullim është një nga problemet më të zakonshme të shëndetit mendor që prek fëmijët dhe adoleshentët, dhe nëse nuk menaxhohet siç duhet dhe në kohë, mund të vazhdojë edhe në jetën si të rritur. Këto ishin disa nga çrregullimet apo problemet më të zakonshme të shëndetit mendor tek adoleshentët. Tani, le të flasim për disa strategji që theksojnë rolin e mësuesit dhe të prindit për nxitjen e shëndetit mendor pozitiv tek adoleshentët. Sigurimi i mundësive të mjaftueshme që adoleshentët të shoqërohen, të ushtrohen, të ushqehen mirë, të flenë mjaftueshëm, të relaksohen, të hapen emocionalisht dhe të marrin mbështetje emocionale, të shkëputen nga ekranet, si edhe të kenë një ekuilibër midis shkollës, detyrave, punës dhe kohës së lirë, është thelbësor për promovimin e shëndetit mendor pozitiv. Kjo mund të lehtësohet duke i përfshirë adoleshentët në planifikim dhe në marrjen e vendimeve, në mënyra që janë të përshtatshme për moshën dhe që marrin parasysh presionet reale që ata përjetojnë. Adoleshentët duhet të ndihmohen për të identifikuar dhe zhvilluar aftësitë që do t'u nevojiten në moshë të rritur, si zgjidhja e problemeve, marrja e vendimeve, mendimi kritik dhe komunikimi efektiv. Mësuesit kanë një rol të rëndësishëm në krijimin e një mjedisi mbështetës dhe në promovimin e qëndrueshmërisë emocionale në klasë. Për shembull, ata mund të inkurajojnë nxënësit të bashkëpunojnë, duke shpërblyer sjelljet bashkëpunuese dhe të kujdesshme, duke vendosur rregulla të qarta dhe të drejta për sjelljen, si edhe duke krijuar ambiente klasash që janë stimuluese, të organizuara dhe që nxisin ndjenjën e përkatësisë dhe sigurisë. Mësuesit gjithashtu mund të identifikojnë shqetësimet që në fazat e hershme dhe të ndërtojnë qëndrueshmëri tek adoleshentët. Kjo zhvillon mendimin kritik dhe mirëkuptimin e individit në lidhje me emocionet e veta dhe të tjerëve. Ka shumë mendime e studime të ndryshme në lidhje me përfshirjen apo angazhimin e prindërve në rritjen e adoleshentëve. Disa studiues theksojnë se një shoqëri është e suksesshme vetëm nëse mbështetet nga ndihma e prindërve, duke i parë prindrit si mbështetësit kryesor të fëmijëve. Prindrit janë ata që i edukojnë dhe që sigurojnë që fëmijët të socializohen siç duhet. Prindrit janë modeli më i mirë për fëmijët e tyre në çdo kohë. Ata janë më të pjekur, më inteligjent dhe kanë përvoja të mëdha në jetë, kështu që fëmijët priren të ndjekin gjurmët e tyre. Gjithashtu, ka prova psikologjike që tregojnë lidhjen e qartë mes sjelljeve antisociale dhe mungesës së disiplinës apo mbikëqyrjes prindërore. Adoleshentët ndikohen nga vëzhgimi i sjelljes së prindërve dhe pasojave të saj tek të tjerët. Mungesa e disiplinës prindërore mund të çojë në sjellje të papranueshme shoqërore, siç janë ngacmimet apo mungesat në shkollë. Nga ana tjetër, kur prindrit i lënë adoleshentët të rriten pa kontroll prindëror, ata pranojnë rrezikun e shfaqjes së sjelljeve të caktuara negative. Në fakt, dena studimet tregojnë se duhet një komunikim i mirë dhe një disiplinë e balancuar brenda familjes, në mënyrë që adoleshentët të mësojnë ta përdorin lirinë e tyre me përgjegjësi dhe të kujdesen për të tjerët, në vend që të jenë thjesht marrës pasiv të rregullave. Kjo ndihmon jashtëzakonisht në zhvillimin e tyre, pasi u lejon atyre të eksplorojnë mundësi të reja dhe të rriten me vetbesim, të dinë si të vlerësojnë rreziqet dhe të përfitojnë përvoja prej tyre. Gjithashtu ka shumë studime që tregojnë se prindërit që lejojnë adoleshentët të marrin vendime vet apo të formulojnë rregullat e tyre, rrisin adoleshent më të suksesshëm jo vetëm gjatë viteve të adoleshencës, por edhe gjatë jetës së tyre si të rritur. Por duhet të theksojmë se kjo nuk do të thotë që prindrit janë jashtë procesit vendimarrës. Zakonisht, adoleshentët propozojnë planet e tyre, bëjnë një diskutim me prindrit dhe më pas prindrit janë ata që mund ta miratojnë apo të rregullojnë planin për ta bërë më të përshtatshëm. Dhe sipas studiuesve, kjo ka qenë një nga strategjitë më funksionale për të rritur adoleshent të shëndetshëm mendërisht dhe emocionalisht.
Në përfundim mund të themi se mbështetja dhe përfshirja e prindërve janë dy gjëra shumë të rëndësishme në zhvillimin e shëndetshëm të adoleshentëve. Prindrit janë ata që festojnë momentet e gëzueshme, por bëhen edhe miq më të mirë kur adoleshentët janë në humor të keq. Një prind i sigurt dhe i kujdesshëm e di se kur duhet të përfshihet apo se kur duhet të tërhiqet dhe ta lërë adoleshentin të rritet i pavarur. Të gjitha këto elemente ofrojnë një bazë të sigurt që ndihmon në lehtësimin e ankthit tek adoleshentët dhe gjithashtu edhe një hapësirë ku ata mund të flasin dhe të shprehen. Ndonjëherë udhëzimi dhe ndihma e prindit është thelbësore, por ndonjëherë edhe thjesht një vesh për të dëgjuar mund të ofrojë mbështetje të madhe për zgjidhjen e problemeve. Jemi rikthyer në studio mikesha të dashura, jeni duke ndjekur programin Shpresë për ty. Në pjesën e parë të programit folëm për disa nga problemet e shëndetit mendor tek adoleshentët, si edhe për ndikimin e mësuesve dhe prindërve, si strategji shumë efikase për zgjidhjen e këtyre problemeve. Tani, për inkurajimin tuaj, do sjellim disa vargje nga fjala e Perëndisë që mendojmë se do t'ju japin paqe dhe qetësi, ndërsa rrisni dhe edukoni adoleshentët tuaj. Ne kemi theksuar në pothuajse çdo program mbi adoleshentët se të jesh adoleshent sot është shumë e vështirë dhe ka shumë sfida dhe presione me të cilat ata duhet të përballen. Kështu, është e jetë e rëndësishme që adoleshentët të kenë një themel të fortë ku të mund të mbështeten gjatë këtyre viteve të vështira. Si prindër dhe mentor, është përgjegjësia jonë të udhëzojmë ata drejt burimit të forcës dhe frymëzimit. Duke patur parasysh këtë, ja disa vargje biblike që mund ta ndihmojnë adoleshentin tuaj të jetë i fortë dhe i qëndrueshëm, pavarësisht sfidave me të cilat mund të përballet. Jeremia kapitulli 29 vargu 11 thot: Sepse unë njoh mendimet që kam për ju, thot Zoti, mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Ne duhet të kujtojmë se ky varg u shkrua për izraelitët që ishin dëbuar në Babiloni. Zoti po i siguronte se ai nuk i kishte braktisur. Kur gjithçka dukej e errët, Perëndia po i kujtonte popullit të tij të zgjedhur praninë dhe hirin e tij. Ky varg nuk do të thotë se jeta do të jetë e lehtë, por ai na kujton se Perëndia ka një plan që shkon përtej vuajtjes sonë të tanishme. Josueu kapitulli 1 vargu 9 thot: A nuk të urdhërova unë, je i fortë dhe trim, mos ki frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti, Perëndia yt, është me ty kudo që të shkosh. Adoleshenti juaj do të përballet me frikë dhe pasiguri ndërsa ecën në jetë, por ky varg do t'i kujtojë atij, por edhe neve gjithashtu, se nuk jemi kurrë vetëm. Gjithashtu ai na flet për fuqinë e guximit përballë frikës. Josueu dhe izraelitët me siguri kishin frikë, por Perëndia u kujtoi se guximi për të ndjekur drejtimin e tij do t'i çonte ata drejt trashëgimisë së tyre, tokës së premtuar. Fjalët e urta kapitulli 3 vargjet 5 deri në 6 thon: Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Në epokën e informacionit ne tundohemi që ajo që dim për botën të diktojë ato që besojmë për Perëndin. Ky varg na inkurajon të mos mbështetemi në kuptimin ton mbi botën, që është i shtremëruar për shkak të mëkatit, por të shohim gjërat sipas shkrimit. Filipianëve 4 vargu 13 na thot: Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Ky varg shpeshherë mund të keq kuptohet, por ai nuk po na thot se çdo gjë është e mundur për çdo njeri. Perëndia nuk është si xhindi në shishe. Kur lexohet në kontekst, ky varg përshkruan aftësinë që Pali kishte mësuar për të qenë i kënaqur në Krishtin, qoftë kur vuante, qoftë kur jetonte në bollok. Forca jon vjen nga Jezus Krishti dhe ne mund të jemi të gëzuar edhe në mes të trishtimit. Kjo është një e vërtetë e pathyeshme që mund ta mbështesë adoleshentin tuaj në çdo vështirësi. 1 Timoteut kapitulli 4 vargu 12 thot: Askush të mos e shpërfill moshën tënde të re, por bëhu shembull për besimtarët në fjalë, në sjellje, në dashuri, në frymë, në besim dhe në dlirësi. Si adoleshent është e zakonshme të ndiheshi nënvlerësuar apo i lënë pas dore për shkak të moshës, por ky varg i inkurajon të rinjt të jenë shembull pozitiv për të tjerët përmes fjalëve, veprimeve dhe vlerave të tyre.
Le të jetë ky varg një kujtesë e përditshme se Perëndia mund t'i përdor njerëzit në çdo moshë. Isaia kapitulli 40, vargjet 30 dhe 31 na thon: Të rinjt mundohen dhe lodhen, të rinjt e zgjedhur me siguri pengohen dhe rrëzohen, por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja, ngrihen me krah si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur. Ky varg na thot se edhe kur ndihemi të lodhur apo të dobët, Perëndia na jep forcën për të vazhduar përpara. Inkurajojeni adoleshentin tuaj të besojë në kohën e Perëndisë dhe të mbështetet tek forca e tij, sa herë të ndihet i mbi ngarkuar. Jeremia kapitulli 17 vargjet 7 deri në 8 thon: Luma i njeri që beson tek Zoti dhe besimi i të cilit është Zoti. Ai do të jetë si një pemë i mbjellë pranë ujit, që i shtrin rrënjët e tij gjatë lumit. Nuk do ta ndjej kur vjen vapa dhe gjethet e tij do të mbeten të gjelbra. Në vitin e thatësirës nuk do të ketë asnjë shëtësim dhe do të vazhdojë të mbajë fryte. Ky varg na mëson se as paraja e as suksesi nuk na sjellin paqe dhe gëzim në mes të vuajtjes. Vetëm besimi tek Perëndia mund ta bëjë këtë. Nëse kemi besim tek Perëndia, ne nuk do të bijem kur diçka nuk shkon mirë, por përkundrazi, ne do t'japim fryte. Dhe vargjet e fundit që do të sjellim sot për ju janë nga Romakëve kapitulli 8 dhe janë pikërisht vargjet 38 dhe 39 që thon: Sepse unë jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqia dhe as gjërat e tashme, as gjërat e ardhshme, as lartësit, as thellësit, as ndonjë tjetër krijesë nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë, që është në Jezu Krishtin, Zotin ton. Le të na shërbej ky varg si një kujtesë se asgjë nuk mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë. Inkurajojeni adoleshentin tuaj të kujtojë se ai është i dashur pa kushte nga krijuesi i tij, pavarësisht sfidave dhe problemeve që mund të ketë. Dhe kemi mbërritur kështu mikesha të dashura në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Shpresë për ty dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutija postare 130 Tiranë, të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e radhës. Ndoshët programin Shpresë për ty.